Ne kapim I temë aktuale që përshtrihet gjitha ne me diskutime konstruktive, me argumente pro dhe kundër, për sa I përket prindi 1, prindi 2. Prindi 1 kush është? S'mor vesh. Prindi 1 baba, prindi 2 është mamaja. Apo nuk e kështu? Nuk e di. Domethënë, unë ashtu e di, ashtu jemi mësuar, po tani pse duhet I vendosin emra të tjerë? Prindi 1 dhe prindi 2 dhe jo nëna dhe babai. Po pse kështu? Dhe jo mashkull dhe femër. Pse kështu kanë thënë prindi 1 prindi 2? Jo motra vllai. Nuk e duhen mi heq të emra me vë prindi 1 prindi 2. Po me prindi 1 prindi 2, po motrat e vllajt e kushëririt e si kanë mu emrat? Ka si kishë menuar. Se kishin menuar. Atëherë duhet ishin menuar gjitha që të A jeni dakord me këtë që të hiqet, le të themi kjo, që ti thuash nënës nën dhe babait baba? Absolutisht. Hiqet diferenca, pra këtu ka një diferencë. Çka është mashkulli, çka është femra? Dhe kalon dhe këtë, çka po diskutohet prindi 1, prindi 2? Absolutisht jo. Skënderbeu nuk mund ndryshot emrat e prindërve, domethënë ti tha që prindërve thotë njën babë dhe nëna është I prind. Jo në konceptin domethënë e përgjithshëm, prind. Prind mund quhet jo vetëm baba e nëna, po prind mund quhet edhe pjesëtar të gjithë familjes. Jo, këto duhen me azgjësuar gjinit. Ato duhen me azgjësuar. Mi bërë njësh gjithë. Po duhen me azgjësuar gjinit. Këto kanë filluar domethënë që s'kan filluar me lënë fëmijë, pse nuk lënë. Një kom gjuhë njëri që na dirmorën. Që I thot një avokat e 41 vjeçë, që ishte kjo e bukur tha. Më tha ti bëj një pyetje, tha pse nuk më propozon një për martesë. Ishte pa martuar 41 vjeçë. Ajo avokatja. Femër 41 vjeçë, po. 41 vjeçë. Pse nuk më propozojnë mashkull? Ishte thënë që të tregojnë se pse të propozojnë. Një femër thënë ka pak turp mi të propozoj një mashkull për martesë. Mi propozu një mashkull për martesë, femra ka turp. Ndërsa mashkulli nuk ka turp mi propozu femrës për martesë. Mirë po mashkulli ka një gjë që ky shtet, ky regjim, ka nxjerrë një ligj që ti po I folë një femre. Që ti bëj ç'a? Po ti flasësh një femre për martesë, për shembull, për martesë në mënyrë serioze. Ky të fut mren. Të fut mren se ajo mund sot më ka gazmu. Mund të jetë lloj tipi që sot më gazmoj. Ti I propozo për mirë, për martesë do më gazmoj. Edhe duke mos duke I myt mashkull që mos propozojnë femrave, femrat kanë më pa martuar. Edhe kur I thash këtë pyetje, tha e filloi të uqja. Filloi të uqja sepse ishte kalu kohja e ishte kalu kohja e të bëmit familje, për kriju familje. Pastaj ishte kalu 40 vjeç. Pra deri atëherë s'kishte guxu. Po edhe mos s'kishte guxu për arsye kësaj që I ka bë ligjin ky, se po ti flasësh ti I mushet me sa ti më ke gasmu seksualisht atë po të mret. Shënburg këto. Për një fjalë, mos në Shënburg kot. Pse ashtu po shkojnë drejt asaj rrugë po shkojnë? Po drejt asaj.